Do të ndihmoj pak mikun tim Gazoketa me një thënje të Namik Hotit. Ish kryetari i partisë së Gjelbër, diçka të tillë. Ka pas një parti edhe, po ai e njifte shumë mirë Sali Berisha. Edhe pa thënë nëse Sali Berisha hip në kal, nuk zbret prej kali, do të ngelet për të vrarë kalin. Tashmë që Sali Berisha ka hip në kal në moshën 82 vjeçare, nuk ka nevojë ta vrasë shkalin. Sepse në kanunin e Lek Dugagjinit thot kush vret veten, nuk ka kujt me t'ja lip gjakun. Sali Berisha ka vrarë veten dhe Partinë Demokratike. Në ka vrarë Edi Rama, ka tentuar të na vrasë Edi Rama. Jo, Edi Rama e ka misionin e tij sepse e ka kundërshtar politik të vret, të plagos, të rëzon, të ban. Problemi çfarë bën ti për të qëndruar në kam. Po nuk mund të qëndrosh në kam me të njëjtat personazhe, sepse kur Sali Berisha është futur në politikën aktive në vitin 1991, mos gabohem ka qenë periudha e ndrimit të presidentit Reagan me Bushin e vjetër. Kanë kaluar 9 presidenta në Amerikë edhe kanë ikur punën e tyre. Sali Berisha ka bërë marrëveshjen e turpit për ndryshimin e kushtetutës në 2008 dhe asnjëherë s'u ka kërkuar falje demokratëve. Du t'i themi gjërat hapur publikisht. Nëse nuk arrim që t'i themi hapur dhe të kërkojmë falje publike për ata çka e kemi dëmtuar Shqipërinë, për ata çka e kemi dëmtuar demokracinë, për ata çka kemi dëmtuar Partinë Demokratike, ne nuk ecim dot përpara. Nëse nuk e gjejmë kurajon qytetare dhe politike për t'i thënë po, ke merita për këtë, por ke bërë këtë që e ke quar Partinë Demokratike në këtë gradë. Sepse jo pa qëllim të solla një krahasim, nuk u mor pjesë në zgjedhjet e vitit 2019 dhe dha efekte dërim. Dhe u mobilizuan demokratët dhe shkuan në një rezultat gati 50-50, madje për çështje numrash edhe grabitje votash, sepse do ishte bërë rotacionin në vitin 2021. Problemi qëndron që pasi more pjesë në zgjedhjet e vitit 2023 dhe ke morë vulën e partisë dhe gjithçka, dhe shkove në zgjedhjet e vitit 2025 me listat që në 2021-shin disa personazhe që u futën në listën e zgjedhjes kandidatëve për deputet në vitin 2025 kanë qenë ata kandidatë që në 2021-shin në pjesën e listës një emërore që u votuan nuk kanë kaluar 1000 vota me Partinë Demokratike. Partia e parë opozitare në Shqipëri, dhe të mosh 1000 vota. Dhe këto persona janë futur në listën e mbyllur të Partisë Demokratike. Duke i dhënë të kuptoj, dhe këtu nuk jam dakord me zotin Oketa, që populli shqiptar duhet të reagojë për t'i dhënë 50.000 vota Ilir Ali Mehmetit,